Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. I ftuari i parë është Remili, i cili është personal trainer, por kohë më parë ka qenë të pjesëmarrës në Përputhen. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që të kam dhe shpresoj studioja të jap një vibe ndryshe. Çfarë vibe po të jap? Shumë mirë, ngjyra të bukura. Mirë më duket. Vetëm ngjyrat? Po çdo gjë. Edhe stafi. Atëherë kush është Remili sot për të gjithë ato që nuk e njohin? Tani shumica e njerëzve më njohin si personal trainer, po unë jam edhe një shef programish. Kam punuar shumë vite për një kompani construction më të madhe të Shqipërisë. Po nga ardhja në Përputhen, fillova pastaj profesionin e dytë që kam për personal training edhe shumica më njohin si personal trainer. Jam një djalë që jam shumë pas disiplinës. Punoj shumë, nuk kam ankesa, vjen si pasojë profesionit. Palestra e ka atë pjesën që ti duhet punosh sa më shumë, duhet kesh disiplinë edhe nëse nuk ke motivim. Mendoj që çdo gjë ti arrin nëse ke disiplinë. Si lindi dëshira jote për fitnessin? Ka shumë vite, ka mbi 20 vite, 21 vite, është gjë e trashëguar nga babai im, edhe ai është marrë gjatë gjithë kohës me palestër, fitness, dhe nuk mendoj që më erdhi. Nuk ishte një katalizator kot, ai ishte katalizatori kryesor. Pse zgjodhe të bëhesh personal trainer? Si financier, duke llogarit kostot që ka secili nga profesionet që kisha, ka më shumë fitime personal trainer, përveç kësaj është edhe koha që ke më shumë kohë, e menaxhon është vetë puna jote, më shumë fitime, më shumë kohë, është shumë më mirë. Sa fiton? Mjaftu shumë mirë, për rrogat në Shqipëri është shumë mirë. Me sa zero? Nuk është se ka shumë zero, por bën një jetë që jenë komod. Tani, çfarë të intereson më shumë, parat apo femrat? S'm kanë interesuar kur femrat. Më kanë interesuar gjithmonë që t'jem të ngrihem si person në çdo lloj aspekti të jetës. Femrat janë gjë që do vinë me kohën. Nëse ti je një njeri që je i suksesshëm në çdo gjë që ti bën, vetë do të vinë femrat. Do më thënë arsyeja kryesore çdo djalë nuk duhet të jenë femra, duhet të jetë puno fort dhe pastaj gjërat e tjera të vinë. Çfarë të pëlqen më shumë tek ky profesion? Them drejtën, unë e shikoj si vetë jeta. Edhe jeta është e vështirë, ti duhet punosh fort për gjërat që ti do, dhe më pas ti arrin me punë, edhe ky sport kështu është. Ti nuk e shikon rezultatin ditën e parë, ditën e dytë, por pas një viti ti e shikon se çfarë ke arritur. Tani, cili është gabimi që bëjnë më shpesh njerëzit kur fillojnë palestra? Shumica vjen në palestër sepse mendojnë që do arrin rezultatin shumë shpejt. Dhe duke pas këtë mendësi, mendojnë që të bëjnë shumë pesha të mëdha edhe të pinë shumë kimikate, steroide, që unë jam gjatë gjithë kohës kundra për steroide dhe për proteina, sepse janë suplemente që asnjë nga ne nuk e di se çfarë kanë brenda. Thjesht kemi lexuar në Google për ato dhe kaq, asnjë nga ne nuk e di. Proteinat të fryn. Proteinat kanë shumë rezultate, po shumica e tyre kanë sheqer që të rrit insulinën edhe ka problematika të mëdha. Por dikoj që nis sot palestrën, çfarë këshille do t'i jepja? Do i thoja dita më e mirë për të filluar palestrën është sot. Se njerëzit gjithmonë thonë do ta fillojmë të hënën ose nesër. Dhe do i thoja që është gjë që duhet ta shikoni për gjithë jetën. Nuk është që ti do bësh trupin dhe trupi do të qëndrojë ashtu gjithë jetën. Ti pas 2 javësh trupi bie nëse nuk bën palestër. Kështu që është një gjë që duhet ta shikosh si lifestyle, si stil jete. Siç shikon pjesën që ti duhet të hash 3 vakte në ditë, kështu duhet të jetë edhe palestra. Duhet të jetë një gjë që do ta kesh gjithë jetën, sepse palestra nuk është se të ndryshon vetëm te trupi. Palestra ndryshon shumë te mendja. Ti bësh me një mindset shumë herë më të fortë se sa atë që ke qenë më përpara. Kam dëgjuar që shumë persona që vuajnë nga ankthi u sugjerojnë palestrën. Sa e rëndësishme është palestra tek personat që vuajnë nga ankthi? Shumë e rëndësishme, jo vetëm për ankthin, por për çdo gjë. Unë shikoj njerëz që vinë palestër, nuk e kanë edhe motivimin ndonjëherë për të ardhur në palestër, por kur e shikon në fund seancës, ata ndryshojnë komplet. Sepse atje edhe po ta shikosh si biologjikisht, muskujt pompohen me gjak, ty të futet më shumë oksigjen në tru dhe je më shumë produktiv.
Tani le të kalojmë pak tek pjesa përputhën. Ka kaluar plot 3 vite kur ti ke qenë pjesë e përputhën. Po. Çfarë të kujton ajo eksperiencë ty? Shiko, shumica më thonë çdo jetim përputhen. Duke vënë re që unë isha një shef prokurimesh, kisha arritur shumë gjëra që unë i kisha pikë synime në jetë. Unë nuk mendoj që përputhen është një emision i keq, siç shumica thonë që ka një famë të keqe. Unë mendoj që secili nga ne ka një karakter, edhe nëse ke një karakter të mirë ose të keq, ti e zbulon atë në përputhen. E zbulon nga presioni që të vihet aty. Nëse ka njerëz që duan të arrijnë famën me çdo kusht, do e shikosh se çfarë bëjnë ata për famë. Ka edhe njerëz që nuk bëjnë asgjë për famë sepse kanë atë karakterin e fortë, dhe do e shikosh që do shkëlqejnë edhe atje. Nuk ka rëndësi se çfarë emisioni është, si përputhen si në çdo emision tjetër. Çfarë mësove ti nga vetja jote pas daljes në përputhjen? Shiko, nuk është se mësova ndonjë gjë, unë kam pas gjatë gjithë kohës karakter shumë të fortë që vinte edhe nga palestra. Pa diskutim që është një emision ku ti të ndohesh, sepse shikon që në një kohë shumë të shkurtër ti bëhesh shumë viral, ke shumë njerëz, ke shumë kërkesa, ke mbi 1000 mesazhe çdo ditë nga persona të ndryshëm që ti nuk i njeh, dhe për disa persona kjo i shndron. Domethënë fama ndonjëherë thonë të prish, po unë nuk mendoj që fama të prish. Unë mendoj që ti nëse ke një karakter të dobët, ti ku do të shkosh, ti do shndrosh. Se unë mendoj që ti thjesht do heqësh maskën. Nëse ke pas një maskë, ti do heqësh përputhen. Unë nuk është se kam pas në maskë. Unë jam siç kam qenë përputhen, kam qenë edhe në jetë reale. Kush ishin daljet më të shpeshta, që me kë vajzë ke pas dalje më të shpeshta në përputhen? Them drejtën, kam dalë pothuajse me 80% të vajzave që kanë qenë aty. Dhe nuk është se kam dalë sepse le ta them troç, unë nuk është se shkova atje për gjetur një vajzë. Unë një çum palestre dihet që ka kontakte pafund me vajza. Aq më tepër një si puna ime që pa diskutim një nga pëlqimet e vajzave është që duhet të jetë një vajzë që merret me palestër. Shumica atje nuk është se merreshin me palestër. Ti do me thënë pëlqejnë vajzat që merren me palestër? Po pa diskutim që po, kur një njeri kujdeset për trupin e vet, do që edhe partneri vet kujdeset për veten. Nuk është vetëm te pjesa e bukurisë, është te pjesa e mindsetit, është te pjesa që ti mund gatuash me atë çdo ditë vaktet që të duhen për palestrën. Është një stil jete. Kjo është. Do me thënë gruan e ardhshme ti e do që të merret me palestër? Pa diskutim që po, do të jetë një njerëz që merret me sport. Ke pasur ndonjëherë njohje me dikë që e ke trajnuar në palestër? Jo. Apo nuk e ngatron punën në marrëdhënie? Aty doja dilja, nuk e ngatroj kur profesionin me jetën private, sepse nëse e bën një herë, do e bësh përsëri. Unë nuk dua, është shumë e thjeshtë. Të prishet imazhi. Po pa diskutim që po, se ti nuk mund të punosh më pastaj, sepse do përhapen fjalët dhe kjo është. Shumë e vërtet. Po në përputhen kohës kur ke qenë, cilën vajzë vlerëson më shumë dhe sot? Nuk është se kam kontakt me shumë nga ato, por kam ruajtur miqësi me 2 nga ata. Nuk është se flasim shpesh, vetëm në për përshëndetje ditëlindjesh ose kështu, por ka vajza aty që kam ruajtur respekt, sepse fama nuk i shndroi. Ndërsa të tjera që i shndroi fama, pa diskutim që nuk mund të kisha kontakte me ato. A ka diçka që të doje ta kishe bërë ndryshe? Të them drejtën jo, sepse unë çdo veprim që bëj e mendoj më përpara, dhe nëse më ka kaluar një herë në mendje, e kam analizuar, edhe e kam vepruar siç kam analizuar, siç do ishte opsioni më i mirë i mundshëm. A do të merri sërish pjesë në emisione të tilla? Nuk e di, mbase po. Për këtë shkak që mua nuk është se më shndron fama. Ndonjëherë aty e vendos veten edhe përballë njerëzve, dhe nëse ti je i fortë në argumenta dhe në kundër argumenta, do shikosh se sa i aftë ti je duke debatuar me njerëz të ndryshëm, me karaktere të ndryshëm. Tani do kalojmë pak tek jeta personale. Si është Remili jashtë palestrës? Mund të them që disiplinën që kam palestër, e kam edhe në jetë reale. Nuk është se jam shumë ndryshe nga palestra. Më besoni që palestra të ndryshon komplet si njeri,
Edhe këtë gjë ma thonë edhe klientët e mi. Më thonë që kemi filluar ndryshe dhe pas disa muajsh shëndrohen në mindset, bën shumë herë më të fortë, bën njerëz që nuk kanë më justifikime, po kur duhet bën një gjë, do e bëjnë. Çfarë bën kur nuk je duke punuar? Un kam pasione. Kam disa pasione. Një nga ato, un jam aventurier, dua se s'bën që të shkoj në për vende të ndryshme, qoftë mal, det, më pëlqen shumë teci. Dhe kjo jo vetëm nga pjesa palestrës. Thjesht është një pjesë e imja e Cila pasionit. është aventura më të çmendur që ke bërë? Po ka pas disa. Në vitet më përpara kam bërë disa udhëtime nëpër Europë, kur kam qenë 21 deri 23 vjeç. Po thjesht se ka qenë komplet vite aventure. Kanë qenë vitet që mendoj që çdo djalë duhet bëj disa aventura në këtë moshë, që kur shkosh 30 vjeç, mos t'jesh akoma me mendin që nuk kam plotësuar disa gjëra nga vetja. Je më shumë tip familjar apo të pëlqen jeta e natës? Unë mund të them që kam qenë maksimumi 3 herë në klub në jetën time. E thënë nga një djalë nuk besohet shumë kjo. 3 herë, sepse nuk më pëlqen klubi, nuk më pëlqen pijet. Jo për shkak palestre ose sepse dua të mbaj trupin, po thjesht nuk më pëlqen. Po vajzat që shkojnë në klub, çfarë ndimi? Edhe ato nuk më pëlqejnë. Sidomos ato. Si është vajza ideale për ty? Shiko, nuk do e shikoja si një njeri që do më përngjante shumë, sepse jam njeri me shumë disiplinë, kam disa barriera, por vajza ideale, për mendimin tim do të ishte një njeri që më jep qetësi. Nëse do më jepte paqe, unë nuk dua as të më motivonte. Do ishte shumë mirë të më motivonte. Por edhe nëse nuk do e kishte këtë pjesë, mjafton që të më jepte atë qetësinë, sepse unë jam një njeri që dua të punoj sa më shumë me veten. Çfarë nuk toleron në një lidhje ti? Ka shumë gjëra që nuk toleroj. Unë jam shumë xheloz nga natyra. Kështu që A mendon se personat që janë shumë xheloz nuk kanë vetbesim mjaftueshëm? Jo, unë nuk është se jam xheloz pa arsye, duhet i ndajmë. Ka njerëz që janë xheloz pa arsye dhe janë xheloz me arsye. Nëse ka arsye për të bërë xheloz, unë jam dakord. Po nëse vijnë këto arsye nga hiçi, nuk jam dakord. Unë nuk është se jam xheloz nga hiçi. Nëse shikoj disa gjëra, atëherë po. Domethënë, nëse ti nuk ke xhelozi për një njeri, a e do me të vërtet mjaftueshëm atë njeri? A do ti që njeriu që ti ke të jetë edhe për një tjetër? Jo, po xhelozia, domethënë pa patë besim tek një person, nuk mendoj se ka vend për xhelozi. Unë kam besim shumë te njeriu që kam krah, po nuk kam besim te djemt. Po tani të gjithë djemt ngacmojnë. Po nëse ti bësh xheloz, kjo është xhelozi pa arsye. Në momentin që femra nuk i jep shkas, s'ke pse ti je xheloz. Unë mendoj që nëse një femër ka një karakter shumë të fortë, një djalë ose shumë djem, do e kenë shumë të vështirë ta ngacmojnë, sepse e shikojnë që ajo ka një barrierë te vetja dhe nuk kanë as guximin të shkojnë. Nëse ka femra pastaj që janë vulnerable, që çdo djalë mund t'i ngacmojë ato pastaj, unë aty nuk jam dakord. Femra duhet të ketë një mur, duhet të jetë Atëherë do të thotë që nuk ke besim tek femra jote, jo tek meshkujt. Duhet të jetë një femër që ka një mur. Nëse e ka atë murin. Sa femra në jetë ke pas ti që e kanë pas këtë murin? Shumë pak. A ka sot femra që e kanë këtë? Janë të rralla. Që rinë brenda kornizave të tyre. Ka femra që nuk duan të duken, nuk duan që të kenë atë vëmendjen e djemve, se unë mendoj që këto vajza që duan të kenë vëmendjen e djemve, janë këto që nuk e kanë këtë murin. Ajo që ka atë murin është një femër që thjesht do të plotësohet, po pa sytë e meshkujve. Domethënë nuk janë ndjen për sytë e meshkujve. Ajo është një femër që do të ngrihet në karrierë për mendimin tim dhe do të jetë më e mira do të jetë versioni më i mirë vetes. Po pa u ndikuar nga meshkujt. Pa e pasur këtë vëmendjen e meshkujve. Unë mendoj që kjo vëmendja e meshkujve e vetë kërkuar nga femra, mendoj që tregon shumë për atë femër. Tregon që është një femër që ka një karakter dobët. Me që jemi tek femrat. Po. Kur të kanë shkruar më shumë femrat, kohës kur ke qenë në përputhjen apo tani? Pa diskutim, kohën në përputhjen ka qenë shumë, pafund. Mund të kem mbi 4000 mesazhe që nuk i kam hapur akoma. Të ka ndodhur ndonjëherë të dalësh me ndonjë fansa?
Nuk kam Të dashur. vërtetën. Nuk kam dashur kur të dilja, sepse e dija se çfarë kostosh do kishte nga mbrapa. Një nga kozët tjerë është që ti edhe kur shkruan mesazhe do bën screenshot dhe do ja shpërndajnë njëra tjetrës. Kjo është një nga kozët e parë dhe kam menduar që kur mos ta bëj këtë hap. Edhe nuk e ke bërë. Jo. Okej. Kush e bën hapin i parë zakonisht, ti apo vajzat? Po pa diskutim që duhet të jetë mashkulli, ai që bën hapin e parë. Por mendoj që duhet të jetë edhe një sinjal nga vajzat. Mendoj që edhe nuk duhet të jetë ajo vajza që të bëj tipin për shumë kohë. Unë mendoj që duhet të jetë pak, me mas, po jo gjatë gjithë kohës. Okej. A të ka shkruar ndonjëherë ndonjë vajzë e famshme? Ose ato ka kthyer përgjigje, se për të shkruar s'besoj. Rrethi im tani është me njerëz të njohur, kështu që pa diskutim që kam shkruar. Në çfarë mënyre ke shkruar? Nëse kam shkruar në mënyrë shoqërore, nëse do ishte në një mënyrë tjetër, do e kisha pas dashur, do e kisha publikuar. Ti preferon që ti publikosh të dashurat? Apo të mbash privatje? Do me thënë për lidhjet, si je, ti publikosh apo të kesh një lidhje private që ta di vetëm rrethi i ngushtë shoqëror, duke qenë se ti je fytyrë publike tashmë? Unë jam që lidhja duhet të jetë private deri në momentin që ti ta kesh shumë seriozisht atë njeri, do me thënë kur ti të mendosh që do kesh një lidhje të gjatë me atë njeri, asnjë nga ne nuk e di nëse se sa do zgjasë lidhja, se kur nuk i dihet, por nga momenti që ti i bën gjëra serioze, mendoj që mund të bëhet publike. Por me mas, jo shumë gjëra. Unë nuk dua të publikohen shumë gjëra. Tani me që jemi tek femrat përsëri, se do rrim pak tek femrat tani. Le të rrim tek femrat. Ti e shikon një femër nga trupi me që vetë je... Unë do të themi që shumica djemve, kur bën bashk, kur janë duke ecur dhe kalon një femër dhe të gjithë shikojnë edhe flasin për format e një vajze, unë jam ai që flas për defektet e një vajze. Mbase edhe nga profesioni, sepse ky profesion do të bën për perfeksionist. Ti do të shikosh gjërat në perfeksion. Nëse dikush thotë shiko çfarë vitesh të bukura ka ajo, unë them shiko çfarë pulpash të mëdha ka ajo, e kupton? Nuk është se të bën përshtypje më kur ti je instruktor, por pa diskutim që femra ime duhet të ketë një trup bukur. Si për shembull? Unë jam më shumë tek klasikja. Nuk jam te format e egzageruara. Dua që tjetë elegante, ndonjëherë është më mirë tjetë elegante, sepse unë punoj vete dhe mund t'i bëj trupin që ajo dëshiron, është shumë e thjeshtë për mua. Trupin që ajo dëshiron apo trupin që dëshiron ti bësh asaj? Mendoj të i bëja trupin perfekt që ajo nuk ka pasur asnjëherë. Oh. Ajo mund të ishte edhe e pëlqyeshme edhe nga unë, edhe nga ajo. Kështu që nuk është se e shikoj pjesën e trupit deri diku, por jo me egzagjerime. Dua që tjetë ajo femra klasike dhe jo ajo femra e egzagjeruar. Do më thënë ti të shikosh, kur ajo vishet, ti të shikosh fytyrën asaj, mos shikosh forma. Një femër me trup apo me fytyrë? Fytyra është parsore. Nëse nuk ka fytyrën, nuk më intereson trupi. Atëherë ti ishe tip xheloz. Shumë. Po romantik sa je? Aq shumë sa që edhe xheloz. Si e shpreh romanticitetin? Çfarë është gjesti më romantik që ti e bën shpesh me femrat? Shiko, unë jam një tip që nuk shikoj data. Nuk më duhet një datë, nuk më duhet një moment që unë të shpreh se sa romantik jam, nëse duhet të duroj një dhuratë ose në një lule ose në një gjë. Mua thjesht mund të zgjohem, në atë moment mund të më japi truri që thjesht mund t'i bëj një dhuratë moment. Unë nuk mendoj që duhet ketë një arsye për të bërë një njeri të lumtur. Unë mendoj që çdo moment është një arsye për ta bërë partnerin e lumtur. Si e shpreh dashurinë ti? Ka shumë mënyra. Jo me fjalë, sepse unë mendoj që fjala nuk tregon shumë. Fjala ngel aty. Unë mendoj që veprat janë ato çfarë shprehin. Ka shumë mënyra, mund të blej dhurata, lule, mund ta çoj në një dark, në një drek. Cila është dhurata më e shtrenjtë që ke bërë për një femër? S'kam bërë akoma, mendoj që do e bëj për gruan time, kur ta kem. Bravo. Tani me që ti ke qenë në një format si përputhen, nuk e di sa e ke ndjekur përputhen kohëve të fundit.
Shumë pak, më kanë dalë disa reelsa, por Ato më viral, besoj. po. Ç'mendim ke për situatën e Arnoldit e Katerinës? Unë nuk do flisja specifikisht për persona, por unë do thoja që vitet e fundit ose mbase këtë vit, unë nuk kam parë më përputhen siç ka qenë kohën time. Unë po shikoj një emision ku le ta them po shkojnë persona që nuk duhet të jenë aty. Duke parë që nga fjalori ose duke parë edhe veprimet çfarë kanë bërë aty. Janë disa gjëra që unë mendoj që një njeri duhet të ketë karakter. Ka shumë persona aty që nuk kanë karakter. Ka shumë persona aty, flas për vajza, se për djemt nuk i kam parë. Ka shumë vajza aty që shumica djemë thonë që futen në përputhen për tritur çmimin. Mund të them edhe janë eskorta me një çmim caktuar, futen në përputhen për tritur çmimin për ta çuar çmimin më lart. E di që është shumë e madhe kjo për ta thënë. Por puna që është realiteti. Ky është realiteti. Kush e vërteton këtë që është realitet? Po sepse shumica atyre vajzave shkojnë me disa djemë që ne i njohim. Dhe pa diskutim që Shqipëria është vend i vogël. Gjithë flasim me njëri tjetrin, gjithë i njohim njëri tjetrin këtu. Kështu që ka fakte, ka gjëra. Cilat janë ato vajza? Nuk i di me emra, unë nuk e kam parë përputhen. Unë thjesht po të them edhe një herë që thjesht kam parë disa video. Po nga që thej që shkojnë me shokët tan, mendova që i din emrat? Nuk i di emrat, i di me fytyra. I kam parë me fytyra. Po shkruaj pak. Po janë disa. Nuk do doja të veçoja emra. Në cilat edicione janë? Edicionet që i qenë ti apo së fundit? Unë flas për edicionin e fundit. Në edicionin që unë kam qenë, nuk ka qenë kjo gjë. Më besoni që nuk ka qenë kjo gjë. Unë flas për këtë vitin e fundit, është bastarduar si emision dhe flasin gjithë për këtë gjë, nuk është se po flas. Pse mendon se është bastarduar si emision? A është e drejtë që të jepen hapësirë televizive këtyre personave? Unë mendoj që duhet të ketë disa barriera për një njeri që futet në atë emision. Mendoj që paraprakisht duhet të jetë një person që ka minimalisht universitetin, shkollën e lartë. Nëse ka atë të paktën, është njëri që po mundohet që të bëj karrierë. Sepse nëse është një njeri që nuk ka për intencion, nuk ka një qëllim për të arritur një gjë në jetë me flas me profesion, dihet që ai do bëj çdo gjë për famë, sepse nuk ka çfarë humb. Njerëzit që kanë çfarë humbin nuk do japin shpirtin për famën. Unë prandaj mendoj që ka arritur nivelin i përputhen në këtë grad. A mendon se fama po i prish njerëzit? Po i nxjerr nga vetja? Unë nuk mendoj që fama të prish, unë mendoj që ti thjesht nuk ke karakter. Mungesa e karakterit një njeriu bën që ti me famë ose edhe pa famë, se ne po shikojmë edhe kohët e fundit që çfarë po bën pam rastin e fundit që ishin 3 vajza që po rrieshin me një tjetër. Edhe po shikojmë që çfarë bën edhe pa e marrë këtë famën. Unë mendoj që është çështje karakteri. Ku njëri që ka karakter, si me famë dhe si pa famë, nuk do të degradoj. Ndërsa një njeri që ka këtë intencione për të arritur çdo gjë me çdo lloj kushti, pa diskutim që do të shikojmë që do të degradohet. Kemi disa pyetje të shpejta për ty. Më thuaj. Ku do zgjedhësh? Bruna apo bjonda? Brune. Veriore apo jugore? Nuk e di për veriore, kam provuar vetëm jugore. Sportive apo eleganta? Pa diskutim që sportive. Natyrale apo me make-up? Pa diskutim që natyrale, nuk dua që të ketë make-up. Romantika apo bad girl? Do të jetë një mix ndërmjet të dyja. Palestër apo plazh? Plazh. Mëngjes apo natë? Natë. Kafe apo protein? Mu kafe më bën keq, protein nëse është bio, do ishte mirë. Instagram apo TikTok? Çuditërisht nuk më pëlqejnë rrjetet, por jam detyruar që t'i hap, por më mirë Instagram. Është më serioz si gjë. Pushime në det apo në mal? Në det. Klab apo dark romantike? Dark romantike pa diskutim. Mesazh apo telefonat?
Mendoj telefonat sepse dua që t'i mbyll gjërat më shpejt. Dashuria apo karrierë? Do thoja karrierë. Zemra apo arsyeja? Jam njeri që përdor shumë arsyen, zemrën shumë pak. Të falësh apo të largohesh? Unë nuk jam njeri që fal, kështu që është më mirë largohem. Lidhje publike apo private? Publike kur ta bëj serioze, private deri në atë moment. Vajzë që merret me palestër apo ja? Mund të jetë edhe vajzë që merret me palestër, por jo nuk është domosdoshmërisht. Inteligjente apo shumë e bukur? Shumë inteligjente edhe e bukur. Të dyja. Po. Të qesh shumë apo të jetë misterioze? Mu më pëlqejnë shumë misteriozet. Domethënë, ajo të jetë e qeshur me mua, po të jetë misterioze për tjerët. Me që jemi tek pëlqimet e tua ndaj femrave. Zemra jote si është momentalisht? Je në një njohje? Është e komplikuar, nuk e di akoma. Je në fillimet e tua? Jam fillim. Apo në mbarimin e marrëdhënies? Është e komplikuar, është fillimi, po Pse është e komplikuar? Është e komplikuar sepse unë jam njeri që kam ca korniza te një vajzë dhe nëse del jashtë kornizave. Ka dalë jashtë kornizave jo tashmë? Nuk e di akoma. Po analizoj. Si duket? Nuk e di akoma. Është instruktore palestra apo s'merret me palestër fare? Merret me sport, po jo me palestër. Me çfarë sporti? Me pilates. Çfarë të ka pëlqyer më së shumti tek ajo vajzë? Po unë pak a shumë e përshkruajta është imazhi. Asnjë nga ne nuk mund të thotë që kam pëlqyer në fillim karakterin, pastaj imazhin. Ne të gjithë pëlqejmë imazhin në fillim dhe pastaj shikojmë karakterin, se s'ke si e shikon karakterin pa parë imazhin. Kështu që katalizatori ishte imazhi. Domethënë ty të pëlqenin brunat, do të thotë që kjo vajza që nga bruna. Është brune. Kokë zeza apo bruna? Flok zeza. Super fare, bukur. Po pse mendon se kjo marrëdhënia dohet? Nuk e di. Je i gatshëm ti të krijosh familjen në këtë pikë që je? Unë kam qenë i aftë për të krijuar familje edhe kur kam qenë 25 vjeç, kështu që nuk është çështje moshe, unë mendoj që është çështje personi. Kur është njeriu dur ti mund të krijosh familje, kjo është mendoj. Kur shikon që të ardhmen mund ta kesh me atë njerëz. Pastaj jeta është e gjatë, asnjë nga ne nuk e di se çfarë ndodh. Tani po ndahen njerëz edhe me fëmijë, kështu që kur nuk e di jetës. Domethënë vajzën e ke nga jugu. Po nga jugu. Nga Vlora? Nga Vlora? Nga Vlora? Pse Vlora është jugu? Po, nga ku? Nga Vlora është, nga Vlora. O, po. E gjeta. A mund të hapni ndonjë palestër bashkë të dy? Apo s'keni bërë plana akoma? Shiko, në këtë fazë të jetës që jam, nuk po mendoj që të hap një palestër, po mendoj që të bëj disa gjëra të tjera që janë gjëra që duhen për palestër, duhen për njerëzit e palestrave dhe jo vetëm, që mund të jetë e fusha e veshjes. Atëherë në biseda shkoi shumë bukur, nuk mund ta quaj intervistë, por mund ta quaj një bashk bisedim. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. U kënaqë? Edhe u kënaqë, po. Sepse rodhi e gjitha pa asnjë problem. Ishte intervistë e bukur shumë. Duhet na japësh disa këshilla për një trup perfekt. Unë mendoj që vera është një nga sezonet më të mira për të tonifikuar. Gjithë ne duam të tonifikohemi. Dhe një nga këshillat që mund të jap është që filloni që të hiqni karbohidratet. Dhe konsumimi më i vogël i karbohidrateve dhe duke bërë edhe pak kardio, do ishte shumë gjë e mirë. Një nga këshillat më të mira kjo është. Ushqimi është mbi të gjitha. Pastaj aktiviteti pa diskutim që duhet. Por ushqimi është mbi të gjitha. Ti mund të bësh aktivitet, por nëse nuk mban një dietë, ti nuk do arrish kurrë rezultatet që ti do. Unë falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe dhe të uroj shumë sukses edhe ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.